Eko Podcast. E ftuara ime sot është një grua, është një nën, është një profesioniste e cila di t'i bëjë mjaft mirë që të trajë këto role. Ajo është një grua shumë dimensionale e cila është formuar jo vetëm nga përvoja e saj, por edhe nga profesioni i saj. Telefoni i saj gjithmonë është i mbushur me mesazhe të grave të cilave kërkojnë mjaft mbështetje, këshillime, kërkojnë që të dëgjohen prej saj, por rrallë herë ajo pyetet se si je ti. Unë sot jam këtu me Jacqueline Byllikbashin. Faleminderit shumë Anila për ftesën. Mirë se më erdhe në Eko. Kënaqësi të jem në Eko. Kush është Jacqueline pas uniformës policisë dhe pas gjithë atij blogu të madh Supermamat? Jacqueline pas uniformës është një grua, mund të them, që ka parë shtetin nga brenda dhe deri në skutat më të errta dhe të ndritshme që ky sistem ka. Ndërsa pas blogut është një vajzë e rritur me shumë altruizëm, në një familje plot harmoni dhe parime të shëndetshme. Është një grua e cila është gjithmonë aty, 24/7 për çdo grua shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Jacqueline, vajzat me një karakter si ti gjithmonë përshkruan si gra të forta dhe gjithmonë din t'ja dalin. Si mendon ti, pse është kjo narrativa në këtë mënyrë? Është një narrative drejt kjo, duhet të jetë kështu? Mendoj që neve na është atribuar nga vetë universi, nga vetë Perëndia e drejta e jetës. Sa kohë e kemi këtë fuqi, besoj që narrativa është më së e drejtë. Jemi qenie plot forcë, plot motiv, edhe pse shpeshherë na shuhet për shkak të sfidave që kemi përpara apo dhe të pasigurive tona. Por narrativa deri diku është e drejtë, Anila, mendoj, edhe ne duhet ta kemi shpesh parasysh këtë. Duke qenë se ti je një police dhe kur futesh në zyrën tënde në një ambient ku besoj që ka më shumë meshkuj se sa femra, a e ke të vështirë që të dëgjohet zëri jot si zë gruaje? E ke të vështirë që të komunikosh në një ambient të tillë? Ka patur periudha kur duhet të kisha qenë 2 herë më e përgatitur apo 2 herë më vigjilente për të dëgjuar të paktën gjysmën. Ka patur periudha kur nuk më është dëgjuar zëri fare. Ka patur periudha kur e kam ngritur zërin më shumë se ç'duhet për të vënë aty ku duhet të drejtat tona, në një institucion, në një organizat deri diku ka qenë. Sot janë ndryshe gjërat. Kemi barazi gjinore, është e kohë të luftojmë më për barazi gjinore. Barazia ekziston. Tani duhet luftojmë për të tjera gjëra. Si për shembull, kush janë këto gjëra? Si për shembull, të drejtat për fëmijët tanë, për një sistem më të shëndetshëm arsimor, të drejta të plota aty ku na mohohen, aty ku na cënohen, të mos kemi më diskriminim, të pretendojmë të jemi një shoqëri më demokrate se që jemi. Shiko, ti gjithashtu je edhe një single mom. Pra je një nën që ke 2 vajza. Dhe je një nën që gjithë kujdesin e bën në një prindërim të dyfisht, pra bën edhe rolin e babait edhe rolin e nënës. Sa e vështirë është kjo për ta bërë si rol dhe kush është ajo pika më kritike ku ti e shikon që është nevojshëm një figurë prindërore e babait në familje? Sa i përket prindërimit të dyfisht, mendoj që 90% e grave në shoqërinë tonë, si me dikën krah, si pa dikën krah, prindërojnë gati vetëm. Burrat shqiptar nuk e kanë në mendsinë e tyre atë filozofinë se prindërimi ka të bëjë edhe të ndrosh një pelen, po edhe t'i shpjegosh fëmijës se të qashesh normale, po edhe pse jo t'i bësh një banjë vajzës. Pra, në mendsinë tonë të burrave shqiptar ekzistojnë akoma disa ngërçe që duhen zgjidhur. Jo vetëm për t'i lehtësuar jetën grave, po për të kuptuar që në rritjen e një shëndeti mendor psikoemocional të shëndetshëm të fëmijëve tanë është e domosdoshme prania e të 2 prindërve. Vajzat e mia prej 2-3 javësh kanë nevojë të shkojnë ke dentisti. Dhe për të qenë sinqert, me gjithë dëshirën e mirë dhe vullnetin që kam, nuk mjafton. Shpresoj që brenda këtij muaji vajzat e mia të shkojnë ke dentisti.
Kur e thua nuk mjafton. Nuk mjafton sepse regulatori emocional të paktën i fëmijëve vajza është babai. Dhe vajzat e mia kanë një farë frike dhe ndroje për të shkuar te dentisti dhe prania ime nuk mjafton sepse duhet jetë babai aty që t'i jap dorën edhe t'i jap atë qetësinë dhe sigurinë që çdo gjë do të shkojë mirë. Po, është e vërtet, mungesa e baballarëve që në fakt mund të jenë të pranishëm ligjërisht, por nuk janë të pranishëm fizikisht. Mund të jenë të pranishëm ndoshta të dukshëm në letra, por të padukshëm emocionalisht. Të paktën të justifikojnë atë mbiemër që u kanë dhënë fëmijëve. Di shumë raste që telefoni jot është i mbushur me mesazhe nga gra që të shkruajnë nga blogu që ke Supermamas. Edhe mesazhet të shumta janë në kërkesën e tyre që kërkojnë dashkëshilla nga ana jote, por edhe që të dëgjohen. Më thuaj një histori më të prekshme ose të fundit, e cila ka ndodhur dhe që ti i e gjetur pranë asaj gruaje. Kam pafundur raste. Kam patur dhe raste të grave që deri diku kishin një farë imuniteti se ishin pjesë e qeverisë, madje kam guxuar edhe të kërkoj takim me kryeministrin dhe kam shkuar e paftuar në 10 vjetorin e një për institucioneve kodit të bibliotekës që ndodhet në kryeministri. E paftuar me strategji komunikimi, kam kaluar sigurin, kam qenë brenda eventit edhe është ndjej të kërkoj dhe ndjes për këtë publikisht. Por e kam bërë sepse isha realisht unë kam shumë pathos dhe jam shumë pasionale si natyrë dhe çështjet e grave i përjetoj vetë në lëkurë. I përjetoj sepse kam patur fatin e mirë, por të keq më shumë, që të kaloj një pjesë të madhe të sfidave që çdo grua kalon në lëkurën time. E vërtet. Kështu që tentova ta takoj kryeministrin, por nuk mund ta takoj dot. U përpoqja vetëm me mbështetjen time si Jacqueline t'i gjendem pranë asaj dhe nuk bëra dot asgjë tjetër. Gjatë gjithë kësaj periudhe që ti ke patur në kontakte me këto gra të dhënuara, le të themi, mendon se ka ardhur momenti që të bëjmë ndonjë ndryshim qoftë edhe në familje, por edhe me ligj, që të ndaloj këtë dhunë që ka filluar të bëhet si një normë shoqërore? Unë mendoj që shteti ynë i ka të gjitha mjetet, të gjitha ligjet në fuqi. Duhet vetëm të zbatohen. Çfarë mund të kishte ndodhur diçka ndryshe në familjet tona shqiptare sot, që të forcohej lidhja në çift, të mos kishim ka shumë ndarje dhe që fëmijët të mos e vuanin këtë mungesën e njërit prind? Unë mendoj që nuk është një çështje që zgjidhet aty për aty. Ndarja vjen sepse dy njerëz vendosin ose jo të rinë bashk. Vjen për shkak të një sër çështjeve zinxhir që ti me gjithë vullnetin dhe dëshirën e mirë, qoftë njëra palë ti apo të dyja palët, është e pamundur të zgjidhësh pse. Po marrim rastin e personave të tretë. Pjesa më e madhe familjare shqiptare, prindër të rinj, gjejnë mbështetje tek gjyshrit. Dhe në momentin që ti nuk ke pavarësinë për të rritur fëmijët si do dhe ti kërkon mbështetje tek prindër, duke nisur vetëm se Jacqueline, unë edhe me prindërit e mi, jam shumë e lumtur, jam mirënjohëse të rjetën. Falë Zotit nuk jam ajo rast që kanë qenë shkaktar në ndarjen time, përkundrazi kanë qenë shtylla që më ndihmoi që unë të jem sot kjo që jam, edhe t'i rris fëmijët e mi sa më mirë, por ke plot raste pafund ku prindrit janë shkaktar. Jo se ata duan që çifti të ndahet, apo fëmijët e tyre të niprit e mbesa të rriten me prindër të ndarë, por mendësia, përplasjet e mendësive dhe për fat keq ndikon shoqëria, ndikon familja. Nuk e kemi akoma mendoj atë vot kuptimin për t'i pranuar radh parë të tjerët siç janë, për të marrë vendimet e duhura përballë çfarë do lloj sfida apo mangësie të ketë ai njeri. Gjithsesi, secili është komplekse, mendoj, nuk është vetëm mungon dashuria, po në rastin tim nuk është se mungoj dashuria. Përkundrazi,
ishte një xhelozi e smur, ishte një mospranim ndaj meje. Unë nuk jam pranuar për Xheklinën që isha. Dhe besoj të gjithë meshkujt e kanë këtë, nuk të pranojnë për natyrën e ciltër që ke, gjithmonë të paragjykojnë, të gjykojnë, fillojnë me shoqet, të largojnë njëra nga rrethi shoqëror. Jo, po ajo shoqe nuk bën për ty, po ti ke nevojë po të rritesh, mbështeten tek pjesa e karrierës. Pastaj një herë që të kanë larguar nga shoqëria, jo, po nuk të duhet kjo karrierë. Ti ke nevojë të kesh një biznes tëndin, hiq dorë. Pra, pastaj na dalin disa hallka ose disa karakteristika të lidhjes në çift ku bashkëshorti pra i dikton mënyrën e jetesës bashkëshortes. Absolutisht, meshkujt shqiptarë kam thënë dhe rrithem. Janë pjesa më e madhe, janë narcisist, kanë kompleksin e inferioritetit dhe kjo për shkak të kompleksit të Edipit të rritur në fëmijëri. Marrëdhënia e ngushtë me nënën bën që ata të pretendojnë të gjejnë një nënë të dytë. Po jo më zotri. Nënën nuk e gjen dot te unë. Dashuria e nënës është e përjetshme. E imja ka mbaruar. Le të flasim pak edhe për anën ekonomike, sepse unë kam theksuar gjithmonë që gratë që bëjnë prindërim të dyfisht kanë mungesë edhe të mbështetjes financiare nga figura atërore, pra nga ish bashkëshorti, por kanë mungesë të mbështetjes edhe emocionale. Cila nga këto të dyja ka munguar në rastin tënd më shumë? Të dyja. Më falësh për përgjigjen e sinqertë. Kush e ka më të lehtë sot për të mbështetur financiarisht, gruaja apo burri në familje? Si mendon ti? Gjyshrit. Nëse do të kishte gjyshe me një pension goxha të mbajshëm, okay, do ishin figurat kryesore. Prindrit e mi janë të dy me pension dhe nuk i lën asgjë mangut vajzave. Nuk e di se si ja bëjnë në menaxhim, nuk e di, Anila. Mirënjohje pafund, nuk e di ç'do bëja pa to dhe pa motrën. Si ke arritur ta menaxhosh të gjithë këtë presionin, domethënë profesional, angazhimin me fëmijët, por njëkohësisht për të qenë shumë lart edhe në formimin e blogut? Kush është figura kryesore që të ka mbështetur dhe të ka dhënë forcë dhe drejtim në këtë lloj biznesi? Motra ime. Motra, inspirimi më i madh, Irisi ka qenë shtysa që në fillim mund të krijoja këtë blog, sepse ajo u bë më e famshme se unë krijoj hapësirën përpara meje dhe gjithmonë më thosh hap edhe ti hapësirën tënde, e kështu nisi, domethënë ajo është mbështetje e madhe. Lum kush ka motra. Sa do të thoja, lum ata që kanë motra, por po një vëlla do ta thoshte këtë që lumën që kam një vëlla apo nuk është kjo lidhja midis vëllezërve aq sa është midis motrave? Jo, është. Besoj çdo vajzë ka në dorë marrëdhënien me vëllain. Unë mendoj që po të kisha një vëlla do ta kisha marrëdhënien e shkëlqyer. Ka patur në një moment kritik kur Xheklina ka ngelur pas një farë mbështetje financiare dhe ke thënë që pse jam në këtë farë pike? Po, kam patur, pa diskutim. Shikon, ne kemi atë manin që të shprehim në mënyrë ekstroverse të kushtozuar edhe nga koha e teknologjia në Instagram, vetëm momentet tona të lumtura, arrim diçka të vogël, kemi atë manin të shprehim aty një sukses të madh. Nuk e di pse është kjo, le të themi, tendenca për të amplifikuar pak ndjesitë tona karshi shoqërisë. Edhe them me koshiencë të plot këtë që nuk e kam evidentuar vetëm tek vetja, po edhe gjithë njerëzit që unë njoh e kanë evidentuar këtë gjë tek vetja dhe tek të tjerët. Dhe nuk është e drejtë në fakt, sepse ne duhet jemi më realist, sepse të gjithë kemi ulje ngritjet tona. Dhe sa i përket pyetjes që të jemi drejt për drejt, ka qenë periudha kur unë punoja 400 km larg vendbanimit tim. Kam patur një vinë një vjeçë e pak, edhe isha shtatzën me vajzën e dytë më pas. Shumë e vështirë ka qenë. Shpenzime pafund, ka qenë tepër e vështirë, por familja, prindrit. Pikërisht në këtu do të dilja, domethënë. Edhe kredit, fal Zotit, ekzistojnë. Kredit. Pra, ti një grua e cila ke arritur që të menaxhosh anën financiare, duke qenë edhe një vajzë e mirë formuar, por ç'mund të themi për gjithë ato gratë të cilat nuk janë në kushtet në të cilat
ti po flet për veten tënde, pra nuk janë në kushtet që mund të marrë një kredi, nuk janë në kushtet që mund të kenë mbështetjen e prindërve, sepse ka shumë gra të cilat pasi ndahen, pasi divorcohen ose le të themi atë misionin e single mom, nuk e kanë mbështetjen e as të prindërve të tyre. Kush do ishte një mesazh që ti do t'i jepi këtyre grave, qoftë edhe një mesazh që të shkonte për te këtij këndi të ngushtë, pra për ta dhënë një këshill qoftë edhe për vendimarrjen. Nëse kanë njerëz të dashur pranë, pa diskutim të kërkojnë ndihmë, të mos hezitojnë. Edhe në ato momente kur duket se bota po i shëmbet për mys apo nuk ka asnjë rrugdalje, gjithmonë ka rrugdalje, mjaft të ruajnë qetësinë, edhe unë Anila shpresoj shumë që të jem një mbështetje edhe ekonomikisht shumë shpejt për këto gra. A e ndjen veten të gjykuar Gjeklina si më shumë si një nën apo si një profesioniste? Nuk e di, po a ke dieni se ka ndonjë grua tjetër në uniform që del flet në kamera me pijame, qan kur shtrydh gjinjt në komisariat edhe të tjera, nuk besoj që ka, kështu që më shumë të gjykuar e kam ndier veten në ambientin e punës. Sa ka ndikuar kjo, pra gjënia në profesionin tënd? Je ndier i gjykuar? Absolutisht po. Unë jam edhe rasti i parë i diskriminimit të gjithëdhënies në Shqipëri. Kam fituar të drejtën nga komisioneri kundër diskriminimit dhe të mbrojtjes të drejtave. Me thënë të drejtën, atëherë kur sistemi më deshi të vogël, unë u bëra e palëvizshme. Por qenia grua nuk më ka penguar absolutisht, më ka dhënë më shumë forcë dhe më ka detyruar duke par gjithë vulnerabilitetin e grave që kam në jetën time dhe të gjithë komunitetit Supermamas, ta amplifikoj më shumë edhe ta transmetoj sa më shumë të ndjeshmërinë që na karakterizon. Dhe jo për thënë se jemi të dobta, por për thënë se sa të forta jemi. Për të qëndruar prapë tek paragjykimet, nëse do ta rikornizoje domethënë historinë tënde, pas gjithë këtij paragjykimi që ka shoqëria, si shoqëri shqiptare, le të themi, kush është ai momenti që ti ke thënë, po nuk jam unë problemi, pas gjithë këtyre paragjykimeve, pra, është një moment që gjithë ndalojmë dhe themi, po, çfarë kam bërë? Nuk jam unë problemi këtu. Kush është problemi sipas mendimit tënd, sipas përvojës tënde të paragjykimeve, si nën, si grua, si profesioniste? Problemi është i sistemit, është i shoqërisë. Jo gjithmonë, sigurisht, sepse ka raste kur ti bësh objekt paragjykimi edhe sepse ti e kërkon vetë këtë gjë. Ç'do të thotë e kërkon vetë? Që do të thotë ti e kërkon me çdo kusht të paragjykohesh. Për shembull, ti shkosh kundër shoqërisë, të bësh një zgjedhje që ti e di që kjo zgjedhje është e papranueshme në shoqëri. Po them, të kërkosh të drejtat e tua si grua duke bërë show apo protesta nudizmi, që nuk ka ndodhur. Në një farë mënyrë po thuar që rebelizmi kundrejt shoqërisë, pra kulturës shoqërisë, i bie që të jetë një kërkesë për të paragjykuar, kështu po më. Po, në momentin që ti bën zgjidhje anarkiste në një shoqëri ku ti e di që mendësia është e kufizuar, pa diskutim që duhet jesh koshciente që do të vi paragjykimi. Dhe jo të gjitha gratë pastaj ja dalin për të fituar drejt kësaj lufte. Gratë nuk duhet të peshojnë as paragjykimin edhe as gjykimin. Gratë duhet jenë të forta për të arritur qëllimet e tyre, për të rritur fëmijët e tyre në paqe me veten, me forcë, me vetbesim, të kërkojnë ndihmë, të gjejnë mbështetje dhe paragjykimi do ekzistojë gjithmonë. Sa e mundur është që të gjendet paqja në një ambient toksik në shoqërinë tonë, qoftë edhe një familje toksike, sa e mundur është paqja për një grua, që së pari të jetë në paqe me veten dhe pastaj të arrijë të rrisë fëmijët. Një mikesha ime më telefonoi para pak ditësh dhe më tha, kur do vish ti thosh këtu, kur do të largosh nga një shoqëri toksike? Pra po thoj që problemin e kemi gjithë si. Dhe nuk është shqiptare, është japoneze dhe. Do shkosh ti në Japoni? Me thënë të drejtën, deri para 3 vitesh nuk doja t'u largoja nga ky vend, por nëse nuk hym në BE në 2030 do të largohem. Si e përdor Gjeklina zërin e saj dhe përvojën e saj tek Supermamas? Supermamas lindi nga mungesa, lindi nga lodhja, lindi nga
vështirësia mes jetës dhe vdekjes kur unë pata një sfidë madhe me shëndetin aso kohë. Shpesh herë bëj thirrje grave që nuk është dështim se po lodhesh, nuk është dështim të kesh një krizë paniku, nuk është dështim të ndihesh e pafuqishme qoftë ekonomikisht, qoftë psikologjikisht, por e rëndësishme është mos ndalesh, të përpiqesh të krijosh qëndrueshmërinë emocionale me veten, të vendosësh kufi dhe të mos kesh turp të kërkosh ndihmë. Ti i gjetur mënyrën më të bukur dhe më perfekte për të ngushëlluar veten tënde në ato momente dhe për të dhënë kuraje me mira grave të cilat janë ndjekëse të tua në këtë faqe. Bravo. Faleminderit shumë, thjesht jam pa filtra, nuk kam komplekse, sepse e di që pas atij ekrani dhe pas iPadit dhe pas kompjuterit, të gjitha gjejnë veten tek unë. Jemi të gjitha në të njëjtën barkë. Sa kohë shpenzon Gjiklina me vajzat e saj, sepse duke parë që je shumë e angazhuar, edhe telefoni besoj që do të të marrë shumë kohë. E ke të ndarë kohën që e dedikohesh vajzave? Unë po përpiqem të dedikojmë sa më shumë vajzave, por sigurisht ndihma më e madhe janë prindrit këto kohë, edhe kanë qenë në fakt gjithmonë të jem realiste. Kam vetëm një kritik ndaj vetes, në praninë të fëmijëve duhet të heqim telefonat. Pra ti një mami që e respekton me korrektesë Jo, duhet ta respektoj më shumë. E përdor telefonin syt vajzave. Mendoj që këtë vit është një nga qëllimet e mia është të kaloj kohë cilësore me vajzat pa e prekur fare telefonin. Airplane mode edhe me vajzat. Me një kërkim të shpejtë që pata në lidhje me një platformë që po krijon, mora vesh një nga shtetet europiane të ka bërë një kërkesë për ta njohur si platformë, jo vetëm në shtetin, jo nga shteti që të është bërë kërkesë, por të jetë një platformë botërore. Çfarë do më thuash për to? Ta mbajmë sekret apo do ta ndajmë sot? Unë kam cekur pak edhe në një intervistë më parshme, nuk dua të flas shumë, do doja shumë që në momentin që të jetë realizuar, për në fund, të jetë ta publikojmë, është e vërtetë edhe me zor po pres që dash Zoti gjithë atë dashurinë dhe gjithë përkushtimin që i gjithë komuniteti Supermamas ka vënë në atë hapësirë, ta finalizojmë me një platformë globale ku do të jetë mbështetje në çdo drejtim për çdo grua shqiptare dhe jo vetëm në çdo cep të botës. Pra do jetë një platformë vetëm për gratë shqiptare apo do jetë një platformë që mund t'ju vijë në shërbim edhe grave në të gjithë botën? Për çdo grua, por duke qenë se jam shqiptare dhe normalisht për zemër gratë shqiptare kemi dhe duam fuqizojmë gratë shqiptare, ama unë nuk kam kufizime edhe për mua altruizmi nuk ka ngjyra, nuk ka kombësi. Kjo është një arritje shumë e madhe e jotja dhe është për t'u lavdëruar, sepse vura re që në faqen tënde kishe bërë ftesë edhe një familje dhe një organizate nga Pakistani, ku të falenderonte për pjesëmarrjen, për kontributin dhe për gjithë, si thua, marketingun që ti kishe bërë dhe ftesës për të kontribuar në mbështetje të kësaj familje organizate në Pakistan. Kjo është për të lavdëruar me të vërtet. Influenca që ke si grua. Nuk ma ka marrë kur mendja që pikërisht atë vit në cilin nuk më uroi asnjë mik, asnjë shoqe, asnjë njeri dashur përveç se sigurisht rrethit ngushtë familjar, mua do më uronin 80 fëmijë dhe 2 motra binjake nga Lahore e Pakistanit. Që mos themi që i ke birësuar. Po, në distancë. Birësim në distancë. Më fol pak për këtë. Është një birësim virtual, le të themi, nuk është në termat ligjor. Është thjesht një gjë e ndjerë dhe më jep shumë lumturi kjo gjë. Gjiklin, unë të falenderoj që ishe sot në Eko dhe ti je një grua për të marrë vërtet shembull dhe je një grua shumë frymëzuese dhe luma të gra që të kanë shoqe, që të kanë pranë dhe luma të vajza që kanë një nën si ti. Faleminderit shumë. Të falenderoj pa mas. Edhe unë kënaqësi që të kam mike besoj nga sot edhe që isha pjesë e Ekos. Është kënaqësi. Faleminderit.